Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra, më Krishtin ja ku jemi së bashku në takimin ton të përditshëm komenti i shkrimit shenjtë. Jemi në datën 16 korrik dhe kisha në ortodokse na nxit të lexojmë nga letra e parë e apostullit Pavlit drejtuar Korintasve, kapitulli 7, vargu 24 deri në vargun 35. Le ta lexojmë dhe ta komentojmë sipas setave. Vëllezër, secili let mbetet te Perëndia në gjendjen në cilën është të thirrur. Por përsa u takon virgjëreshave, s'kam urdhër nga Zoti, po jap një mendim si njeri që kanë fituar mëshirën e Zotit për qenë i besueshëm. Mendoj se është mirë për njeriu të jetë kështu siç është për shkak të ngushticës së tanishme. I lidhur me një grua mos kërko të zgjidhesh, i zgjidhur nga gruaja mos kërko grua. Por nëse martohesh ti nuk mëkaton. Edhe nëse një virgjëresh martohet nuk mëkaton, por këta do të kenë shtregim në mish dhe unë dëshiroj t'ju kurse juve. Dhe po ju them këto vëllezër se koha e tanishme është kurtuar, kështu tash e tuti edhe ata që kanë gra të jenë si ata që nuk kanë, edhe ata që qajnë sikur të mos qanin, edhe ata që gëzohen sikur mos gëzoheshin, edhe ata që blinë sikur të mos kishin gjë në zotrim, edhe ata që përdorin nga kjo botë sikur të mos e përdornin sepse forma e kësaj bote po kalon. Dhe unë dëshiroj që ju të jeni pa merak. I pamartuari merakoset për gjërat e Zotit, si mund t'i pëlqej Zotit, por i martuari merakoset për gjërat e botës, si mund t'i pëlqej gruas së tij. Ka dallim gruaja nga virgjëresha, e pamartuara kujdeset për gjërat e Zotit për që të jetë e shenjtë në trup e në frym, kurse e martuara kujdeset për gjërat e botës, si mund t'i pëlqej burrit. Edhe këtë unë e them për dobin tuaj, jo që t'ju vë një lag, por që t'jeni të hijshëm dhe t'i kushtoheni Zotit pa u shkëputur. Pra, ky është një tekst nga letra e apostullit Pavlit drejtuar Korintasve dhe janë pyetje që apostulli Pavli përgjigjet kishës së Korintit rreth martesës, beqanisë dhe përkushtimit ndaj Perëndisë. Etrit e kishës kanë folur dhe kanë komentuar këtë pjesë të shkrimit dhe neve do ta lexojmë varg për varg dhe ta komentojmë sipas setave. Vëllezër, secili le të mbetet tek Perëndia në gjendjen e cilën është të thirrur. Si të kuptojmë këtë fjalë? Shën Joan Gujari shpjegon se apostulli Pavli nuk kërkon që njeriu të mund të ndryshojë gjendjen e tij që të shpëtojë. Por ai kërkon të na thotë se shpëtimi nuk varet nga statusi shoqëror, beqani apo martesë. Shën Teodori i Kirit thotë se hiri i Perëndisë vepron në çdo gjendje të jetës. Prandaj edhe neve këto fjalë do të kuptojmë sot se shenjtëria nuk varet nëse je beqar, i martuar, i pasur apo i varfër. Pyetja kryesore është si po jeton Krishtin aty ku je ose ku jam. Le të vazhdojmë në vargun 25 ku na thuhet: por përsa u takon virgjëreshave, s'kam urdhër nga Zoti, po jap një mendim si njeri që ka fituar mëshirën e Zotit për qenë i besueshëm. Shën Joan Gujari interpreton këto fjalë duke na thënë se këtu apostulli Pavli po tregon porosinë e tij. Ai dallon mes urdhrit të drejtë për drejtë të Krishtit dhe këshillës së tij apostolike të frymëzuar patjetër. Jo çdo çështje ka një urdhër të drejtë për drejtë biblik, ndonjëherë kërkohet urtësi shpirtërore për të marrë një vendim. Prandaj, kur duhet marrim vendime që janë shumë të rëndësishme me statusin shoqëror, beqar apo i martuar, këtë çështje nuk duhet ja besojmë thjesht ndjenjave, emocioneve, por duhet të konsultojmë me Perëndin dhe me njerëzit që ka dërguar Perëndia. Prandaj, mbas një konsulte dhe një përgjigje duhet marrim vendimin si të qëndrojmë në shërbimin e Zotit, si të pamartuar ose të martuar. Le të flasim edhe për vargun 26. Mendoj se është mirë për njeriu që të jetë kështu siç është për shkak të ngushticës së tanishme. Shën Joan Gujari mendon se apostulli Pavli i referohet për ndjekjeve dhe vështirësive që po kalonin të krishterët atë kohë që ishin një përndjekje nga paganët. Dhe Shën Ambrozi shton se kohët e vështira e bëjnë jetën familjare më të rëndë. Prandaj në kohë krizash çdo vendim duhet marrë me maturitet dhe lutje, jo thjesht për vendimin e çastit. Dhe në vargun 27-28 lexojmë: I lidhur me një grua mos kërko të zgjidhësh. Je zgjidhur nga grua mos kërko grua. Por nëse martohesh ti nuk mëkaton. Edhe nëse një virgjëresh martohet nuk mëkaton. Por këta do të kenë shtrëngim në mish dhe unë dëshiroj t'ju kursej juve. Shën Joan Gujari thekson se martesa është e mirë dhe nuk është mëkat, dhe apostulli Pavli vetëm se tregon se martesa sjell përgjegjësi dhe sprova shtesë. Kjo është arsye që Kisha Apostolike e ka vendosur martesën një nga 7 misteret e kishës, dhe jo beqanin ose celibatin,
për arsye që mos të keq interpretohet dhe shikohet martesa si më poshtë ose aq më keq si e keqe. Martesa është bekim, po kërkon sakrificë, përgjegjësi dhe kohë, dhe kjo patjetër të ndan nga koha që duhet kesh me Zotin. Vazhdojmë dhe flasim dhe për vargjet më poshtë, vargu 29, 30 dhe 31, ku na thuhet: "Dhe po ju them këto vëllezër, se koha tani më është shkurtuar. Kështu tash e tutje dhe ata që kanë gra të jenë si ata që nuk kanë, dhe ata që qajnë sikur të mos qanin, dhe ata që gëzohen sikur mos gëzoheshin, dhe ata që blinë sikur të mos kishin gjë në zotrim, dhe ata që përdorin nga kjo botë sikur mos i përdorin, sepse forma e kësaj bote po kalon." Si të kuptojmë këto fjalë të apostullit Pavlit, koha tani më është shkurtuar. Kjo nuk do të thotë se është shkurtuar koha në minutat dhe orat e saj, por është shkurtuar koha e ardhjes së dytë të Krishtit. Pra, çdo kohë që kalon, ajo e afron këtë moment të ardhjes së dytë të Krishtit, kur do filloj jeta pa kohë dhe qielli i ri dhe toka e re. Prandaj, të gjitha që janë në kohë dhe në hapësirë tani do të zhduken nga bota. Asgjë nuk do të mbetet. Prandaj, Shën Agustini Hipos thotë se apostulli Pavli nuk kërkon braktisjen e familjes, martesën burr-grua, por shlirimin nga lidhja e tepruar me gjërat kalimtare. Shën Jango i Artit thekson se gjithçka toksore është e përkohshme, po ashtu edhe lidhjet familjare, lindja e fëmijës e diçka tjetër. Prandaj duhet t'i përdoren të mirat e kësaj bote pa u robëruar prej tyre, dhe Krishti mbetet përparësia. Kjo është i gjithë fryma e kësaj pjese ose këtyre fjalëve që thot apostulli Pavli. Le të lexojmë në më poshtë në vargun 32 dhe në vargun 34. "Dhe unë dëshiroj që ju të jeni pa merak. I pamartuari merakoset për gjërat e Zotit, si mund t'i pëlqejë Zotit, por i martuari merakoset për gjërat e botës, si mund t'i pëlqejë gruas së tij. Ka dallim gruaja nga vigjeresha. E pamartuara kujdeset për gjërat e Zotit, që të jetë e shenjtë në trup e në frym, kurse e martuara kujdeset për gjërat e botës, si mund t'i pëlqejë burrit." Pra, Joan Gojardi shpjegon se apostulli Pavli nuk po lavdëron beqanin dhe po çmon martesën, kurse si. Ai vetëm tregon se beqari ka më shumë liri për shërbes, ndërsa i martuari ka detyrime të drejta nga ndaj bashortes. Për këtë ai është duke folur. Edhe martesa dhe beqaria mund të jenë mënyra shenjtërie. Çështja është besnikëria ndaj thirrjes së secilit prej nesh, pra i martuar ose i pamartuar. Dhe neve duhet ta shenjtojmë veten atje ku gjendemi ose atje ku thirremi, ose në pamartesë, në beqani të kushtuar Zotit, që është murgjeria, ose në martesën e bekuar nga Zoti. Të dyja këto janë mënyra ose rrugë është shenjtërimi dhe për të vajtur tek Zoti. Çështja është që aty pra ne duhet përpiqemi të shenjtërohemi, sepse ndonjëherë na ngatron edhe fryma kundërshtare, djalli, babai i gënjeshtës, që ata që janë të martuar i fut mendimet e një të pamartuari, dhe e kundërta, dhe ai që është i pamartuar i fut mendimet dhe dëshirat e një të martuari. Të dy këta dështojnë. Kështu që ai që vendos të jetë i pamartuar duhet të jetojë si i pamartuar, i përkushtuar 100% Zotit dhe të shkëputet nga dëshirat e botës, dhe aq më tepër nga lidhjet martësore, dhe e kundërta, i martuari dhe ai duhet i përkushtohet gruas dhe fëmijëve duke e shenjtëruar veten brenda familjes, dhe aty pra ai përkushtohet edhe Zotit. Të dyja e përsërisim janë mënyra shenjtërimi dhe të dyja kanë nxjerr shenjtor. Të dyja këto gjendje shoqërore. Por le të flasim edhe për vargun 35, edhe këtë unë e them për dobin tuaj, jo që t'ju vën një lak, por që t'jeni të hishëm dhe t'i kushtojeni Zotit pa u shkëputur. Në vargun 35, që është dhe vargu i fundit, na thuhet sipas Shën Jango i Artit se apostulli Pavli nuk vendos ligj të ri, ai jep këshill pastorale për atë që është e dobishme shpirtërisht, pra të na liroj nga gjërat e tepërta. Mesazhi kryesor sipas etërve i kësaj pjese është martesa është e shenjtë dhe nuk është mëkat. Beqania e zgjedhur për hir të Krishtit, jo një beqani për shkak të egos. Pra beqania murgjerore është një dhuratë, jo një detyrim. Çdo i krishterë duhet vendos Perëndin në vend të parë. Gjërat e kësaj bote janë kalimtare, prandaj zemra duhet të lidhet plotësisht me Perëndin dhe jo me to. Thirrja kryesore nuk është ndryshimi i statusit shoqëror, pra siç je në martesë dhe të ndahesh,
por rritja në shenjtëri atje ku je. Ky tekst nuk thotë se të gjithë duhet të mbeten beqar asnjëherë, sepse dhe vetë Krishti e tha, jo të gjithë mund ta mbajnë këtë, edhe midis apostujve ishin të pamartuar dhe të martuar, por apostulli Pavli flet në një kontekst të veçantë për të shënuar vështirësitë e martesës dhe për të shënuar vështirësitë që ka pra lidhja familjare, por edhe për të shënuar nga vështirësitë dhe pritja e afërt e ardhjes së Krishtit. Do me thënë, neve duhet të shlirohemi që të jemi sa më të lirë për të pritur ardhjen e afërt të Krishtit që është edhe në fundin e kohëra, por është edhe në jetën tonë personale. Mesazhi i apostullit Pavli mbetet aktual nëse i martuar jeto martesën si thirrje nga Perëndia dhe shenjtërohen në martesë. Nëse e beqar përdore lirinë tënde për të përkushtuar më shumë Zotit, mos mendo se statusi yt të bën më të shenjtë ose më pak të shenjtë. Mbaj të gjitha gjërat toksore në perspektivën e përjetësisë, pra janë gjithmonë ato dytësore, pra gjërat e tokës. Kërko që çdo vendim i jetës të afrojë më shumë me Krishtin dhe jo vetëm të plotësoj dëshirat e përkohshme. Pra ky është thelbi i interpretimit patristik që kam bërë Etri në lidhje me këtë pjesë të apostullit Pavlit drejtuar Korintase. Pra asnjëherë nuk duhet marr jo martesë por beqarni dhe kundërta, por përkushtimi plot ndaj Perëndisë në gjendjen në cilën na ka thirrur Perëndia sot. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe bisedën për sot, për të takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.